që ti do të më kërku drejta reciproke. Asgjë tjetër, shumë e thjeshtë. Vetëm pak, se e ka bërë Nasimi një deklaratë që për mua është, të themi kështu, epike. Një e prori ushtrisë shqiptare të Kosovës, njëri që ka luftuar, është burgosër, pak prej moshës 16 vjeçare kishe në 17 e gjysmë, në vllau është 14. Po, në rezistencë. Thua, nëse ndron geopolitika, ku për Ballkanin që ka me gjetë me tonë këtë dosë nacionalizmi. Pra ti thua që nëse ndron geopolitika, nuk është me Amerika i bie, apo? Këtu sërish do të kthehemi në lufta, po, kjo është ideja. Po se për çfarë ndryshon geopolitika? Krejt kundër krejtëve. Krejt kundër krejtëve. Do thua ku për Ballkanin çka do ta gjej? Po. Dhe vetëm këtë banorët e Ballkanit kanë me pagu. Edhe zakonisht popujt e vogël. Dhe në Ballkan, fatkeqësisht edhe në Evropë na e popujt e vogël. Serbia popull i vogël. Shqiptarët janë popull i vogël. Flas në gjeostrategji. Dhe prap, dhe mos harro se edhe dy luftat botërore ku kanë filluar? Në Ballkan. Ballkan. Interesant është kjo deklaratë. Po Alil. Jo, do shta me thonë që Ballkani u bo sebep për me u kap në lajta, në midis veti. Unë e mas pari nuk po du me besu që geopolitika randi i botërore